Selam, na tregon më shumë rreth namazit të fëmijëve 9 deri në 10 vjeç. Gjykimi nëse i iknaj namaz. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Ne duhet ti mësojmë dhe edukojmë fëmijët me namaz. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhëroj familjarët e tu të falin namaz dhe këmbgul në këtë. Fëmia që është i vogël, që është 7 vjeç urdhërohet të fal namaz, pra e urdhëron prindit të fal namaz. Dhe nëse ai edukohet me namazin, kur të arrijë mosha e pubertetit, pra që i bëhet obligim namazi, e ka tepër të lehtë ta fal namazin. Nëse ndodh që i kalon ndonjë namaz, pra ka qenë gjumë, kur zgjohet e ke fal namazin, jo, fale namazin. Nëse ka harruar një namaz, momentin që e kujton, e fal. E nxit, e stimulon, pra e rëndësishme pra ta edukosh me namazin, që kur të arrijë moshën e pubertetit ta ketë tepër të lehtë. E merr në xhami, mundohesh ta shoqërosh me njerëz që falin namaz e kështu.